Shkollat nëntëvjeçare në gjithë vendin po zhvillojnë fazën e parë të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, një nismë e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit që synon përdorimin e drejtë të shqipes. Kryeministri Edi Rama ndau sot momente nga faza e parë e konkursit kombëtar të gjuhës shqipe, që sipas tij është kthyer tashmë në traditë në sistemin parauniversitar. Konkursi, sipas kryeministrit, lartëson vlerat e identitetit, formëson mendimin dhe forcon themelet e një shoqërie përmes një gjuhe që rrihet bukur dhe frymëzon brezat. Konkursi kombëtar i gjuhës shqipe është një nismë e përvitshme, e cila këtë vit ka nisur më 12 janar dhe do të përfshijë të gjitha klasat e 9-ta në shkallë vendi. Ky konkurs nuk ka vlerë vetëm për nxënësit, por dhe për mësuesit, pasi garanton që gjuha shqipe të mësohet me cilësi ndër breza. Konkursi synon të inkurajojë nxënësit jo vetëm të konkurojnë, por dhe të zgjerojnë horizontet e tyre kulturore dhe të mësojnë më shumë për gjuhën dhe trashëgimin e tyre, duke theksuar ëndërsinë e gjuhës shqipe si një pjesë thelbësore e identitetit ton kombëtar në një epokë të shpejtë të ndryshimeve dhe zhvillimeve teknologjike.